Miq të dashur të Ora24.tv dhe almagos.com, jemi përsëri në podium. Kësaj radhe do të flasim me Bajram Rexhepin, antari i kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Zoti Rexhepi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirë u gjeta dhe faleminderit për ftesë. Faleminderit edhe juve. Dua të flasim të hym direkt në temë, do të flasim për çështjet më aktuale. Sot jemi e premte, ndërsa për 3 ditë ose në fillim të javës së ardhshme studentët do të kenë protestë për të kërkuar të drejtën e tyre, siç thon, për të mund të dhënë në gjuhën shqipe ligjin për jurisprudencën. Cili është qëndrimi momental i BDI-s, ne e dimë domethënë që i mbështet një kështu më radh, po si do të veprojë BDI në këtë rast? Po ne jemi deklaruar që në fillim domethënë që i mbështesim kërkesat e tyre, mbështesim kauzën e tyre, e mbështesim nevojën që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe. Dhe sigurisht që kjo është një nevojë që të përkrahet nga të gjithë, jo vetëm në aspektin politik, po edhe si prindër, pasi që secilit prej nesh do t'i vijë një ditë që të ballafaqohet me këtë problem. Unë besoj se jo vetëm partitë opozitare, po edhe partitë në pushtet duhen mbështesin këtë protestë, jo në nivelin politik, po edhe në nivelin personal, sepse është një nevojë e të gjithë neve që ky problem të zgjidhet një ditë më parë. Sepse është një drejt elementare që çdo student duhet ta ketë. Ne e dimë të gjithë se kohëve të fundit, viteve të fundit, të rinjt shqiptar që e flasin gjuhën maqedonase, gjithnjë e më pak janë ato, domethënë po zvoglohet numri atyre, dhe është një problem real, sepse ju mohohet një drejt kushtetuese, një drejt ligjore, një drejt elementare njerëzore që të jepet provimi në gjuhën shqipe, pasi që e dimë të gjithë se në gjuhën maqedonase edhe terminologjia, po edhe vetë mënyra e organizimit provimeve është problem për ato që kanë studiuar në gjuhën shqipe. Dhe sigurisht që ne kemi thënë edhe publikisht që këtë kauzë, këtë problem, këtë drejt ne e njohim, i përkrajmë studentët dhe nuk do jemi në mbështetje të tyre. Çfarë formë të mbështesni, sepse kishte të paktën nga lëvizjet që ndodhen këtu në Shkup, kishte banderolla edhe nga që supozohet që janë vendosur për shembull nga Vleni dhe thonë që mos politizohen studentët, pastaj kishte që supozohet që janë nga opozita shqiptare, respektivisht nga BDI, që gjëja ato po e keq përdorin protestën, dhe nga ana tjetër kishte edhe reagim prej vetë studentëve ose grupit të studentëve që përfaqësojnë të 3 universitetet, që thonë që nuk duam që të politizohet iniciativa jonë. Prandaj po të pyes për një përgjigje ndoshta më konkrete, në cilat janë format që do të mbështesni, do të merrni pjesë në protestë, do të dilni si protestues ose? Jo, po ju thash, jo në nivel politik, në nivel individual, në nivel si prindër, ne do ta mbështesim këtë protestë. Sigurisht që secili individualisht duhet të vendosë nëse do merr pjesë apo jo, sepse nuk e organizojmë, ne nuk kemi asnjë lidhje me organizimin, po e mbështesim kauzën, e mbështesim problemin e tyre që të zgjidhet. Prandaj edhe besoj se shumica e shqiptarëve si prindër do jenë prezent në atë protestë. Tani, a do jenë figurat kyçe politike është punë individuale, sepse nuk ka një organizim të mirëfill se do të marrin pjesë si parti apo jo. Kjo është vetëm në nivel individual, dhe unë besoj se shumica atyre që ndihen të rrezikuar nga ky problem që nuk është zgjidhur edhe nuk po zgjidhet edhe tash, që do e mbështesin patjetër këtë protestë. Argumentet e Vlen lidhur me këtë çështje, pra për ligjin e jurisprudencës, por edhe përdorimin përgjithësi të gjuhës shqipe në thuajse në të gjitha nivelet e shoqërisë, janë probleme që nuk janë zgjedhur për 20 vite, janë probleme që duke dashur t'ju akuzojnë si BDI, janë probleme të cilat janë trashëguara edhe kështu më radh. Si do t'ju përgjigjeni nga perspektiva e sotme këtyre akuzave? Po shive tash, nëse e marrim që në miratimin e kushtetutës edhe të ndryshimeve kushtetuese ku gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, domethënë definohet në kushtetutë, edhe me sjelljen e ligjit për përdorimin e gjuhëve që soll dikun në fillim të janarit të vitit 2018, taksativisht është definuar përdorimi i gjuhës shqipe. Tani, po ta shihni implementimin e këtij ligji, probleme të tilla si problemi i jurisprudencës ka patur me mira të tilla. Dhe askush nuk ka thënë se është implementuar në nivelet 100%, sigurisht që ka edhe shumë sfera tjera ku nuk implementohet, jo vetëm te provimi i jurisprudencës, edhe është dashur, sigurisht që është dashur të jetë edhe shumë më herët, po ky problem vjen duke u theksuar ashtu siç kalon koha, se të rinjt gjithnjë e më pak e flasin gjuhën maqedonase, edhe kjo do jetë problem real pas shumë vitesh që nuk do mund as edhe një prej tyre të
mund të jep provimin e gjuhën maqedonase, po sigurisht ne kemi thënë se nuk janë implementuar në të gjitha nivelet edhe për gjithçka gjuha shqipe. Ka edhe shumë institucione, shumë aspekte ligjore të tjera që do duhet të implementohen, po sigurisht patjetër që ajo duhet të zgjidhet një ditë. Tani ato na akuzuan se s'keni bërë asgjë për këto 22 vite, ndërsa jemi realist, me mira problemet të tilla janë zgjidhur brenda kësaj periudhe prej sa është implementuar ligji, prej sa është miratuar ligji e këndej, po edhe provimi i jurisprudencës është një prej të paktëve që nuk është zgjidhur në atë periudhë, por nuk do me thënë se s'duhet të zgjidhet sot. Ato nuk mund gjithkohën të sillen ashtu se nuk i ka bërë BDI dhe duhet t'i lëmë të mos zgjidhen. Të paktën një problem ta zgjidhin brenda kësaj periudhe 4 vjeçare ose 2 vjeçare sa janë ata. Besoj se do mund të zgjidhet një problem ose ndonjë Ajo është një çështje nevojë teknike, si çështjet më esenciale, po flas si çështja e gjuhës, e drejta e përfaqësimit adekuat dhe kështu me radhë. Ajo është një nevojë elementare, po tani është edhe një nevojë imediate që duhet të zgjidhet për shkak të një nevoje praktike që të mund studentët shqiptar ta japin këtë provim në gjuhën shqipe. Pasi që shumica e tyre, ashtu siç jam i informuar, mbi 70% e studentëve shqiptar që mbarojnë ciklin e ulët të studimeve juridike nuk e flasin gjuhën maqedonase. Dhe kjo është një problem shumë i madh se si do zgjidhet. Unë besoj fuqishëm se secilin prej tyre, edhe këto eksponentët e Vlenit, po t'i pyetni, secili e mendon se duhet të zgjidhet, edhe besoj se e kanë thënë edhe publikisht. Po mos t'akuzohet për gjithçka BDI, nuk e bëri atë, nuk e bëri këtë, se me mira problemet e tilla janë zgjedhur gjatë kësaj periudhës 4-5 vjeçare, mbasi u miratuar ligji për përdorimin e gjuhëve, po disa edhe kanë mbetë që do duhet, edhe do mbetin edhe më andej, se implementimi nuk ka qenë, nuk është një procedurë lehtë e implementimit, me fajil se ju po ta shihni për shembull ke me mira institucione, ke me mira procedura të tilla ku duhet të implementohet gjuha shqipe. Edhe kjo kërkon resurse, kërkon njerëz, kërkon edhe mjete financiare për të implementuar, sepse para mendoni për shembull në 1000 institucione, çdo dokument duhet përkthehet në gjuhën shqipe, kjo kërkon edhe një kohë. Kërkon një dinamik. Edhe njerëz, po edhe kohë, po edhe resurse. Me inteligjencën artificiale duhet më shumë të ketë vullnet. Po prandaj është shumë më e lehtë të zgjidhet sot se ka qenë para disa vitesh ose para një dekade. Sepse sot keni resurse që lehtësojnë edhe thjeshtësojnë shumë implementimin e gjuhës shqipe në gjitha institucionet. Po ajo që ndodh sot është trishtuese se jo vetëm që avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, po ndodh e kundërta, domethënë. Hiqet përdorimi në shumicën e institucioneve që, sidomos atyre ku janë kuadrët e VMRO dhe PMNE-s, po për fat keq edhe të institucionet ku janë kuadrët shqiptar, gjuha shqipe nuk implementohet, nuk përdoret ashtu si duhet. Ndërsa në periudhën e kaluar, në 4 vjeçarin e kaluar, në mandatin e fundit Bashkimit Demokratik për Integrim, ju e dini se ishin edhe gjoba marramense që implementohen për ata institucione që nuk e respektojnë gjuhën shqipe. Shifni për shembull nenin 22-23 të ligjit për përdorimin e gjuhës, ku gjobat për institucionet edhe për zyrtarët që nuk e implementojnë gjuhën shqipe janë 4-5.000 miliardë euro. Po, vendosin gjoba. Po sigurisht ndryshime ligjore ndodhi. Do duhet të ketë një përgjegjësi ai që nuk e implementon. Pavarësisht se nuk e dim sa gjoba u zbatuan, ndoshta. Po sigurisht nuk mund ta presësh prej vullnetit të mirë të një pjesë, themi, nacionaliste kuadrove maqedonase që ta. Se pikërisht, hajde e kuptojmë ndoshta te pala Maqedonë, kuptojmë që ndoshta edhe nuk e ndjejnë obligim pavarësisht se ligjet janë të barabarta për të njëjtë. Po pse mendon që te kuadrat e Vlen nuk respektohet ose nuk arrin që ta zbatojë? Po, është shumë e thjeshtë përgjigja se Vleni në të qeveri nuk ka as edhe në nivelin minimal, domethënë në nivel minimal vendos brenda qeverisë. Vleni besoj se të gjithë pajtohen edhe e dinë se nuk ka as edhe 1% pushtetit që sot ushtrohet në Maqedoninë e Veriut. Edhe ato janë thjesht një eksponat, një mekanizëm që ta kthejnë shtetin ashtu siç e thoshte VMRO DPMNE-ja, ta kthejnë shtetin te Maqedonasit. Prandaj, jo që nuk kanë mundësi, por nuk kanë fuqi, as nuk kanë kuadro, as nuk kanë edhe bindje që do duhet, sepse e dim gjithë se ato janë në ndikim të kryeministrit në çdo sferë, në çdo institucion, edhe në nivel të ministrave, edhe në nivel të drejtorive, po edhe në gjitha nivelet tjera,
ato janë vetëm zbatuesit e urdhrave që jep kryeministri dhe niveli qendror i VMRO-DPMR-s. Do të vazhdojmë të flasim për temat politike, se kemi shumë çështje për të trajtuar, por dua pak të kthehemi te ajo që është më aktuale. Gjithmonë mundohem të vendos përsipër çështjet më aktuale. Pa dëshirën, po edhe pa pasur ne mundësi që të ndikojmë, ajo që ndodh në lindjen e mesme reflekton shumë dhe ka impakt edhe te ne brenda. Dhe kjo ndikon sidomos në rritjen e çmimeve, si të karburanteve, çmimeve të ushqimit, edhe kështu me radhë. Si mendoni se po menaxhohet kriza? Nëse ju kujtohet, në mandatin e fundit Bashkimit Demokratik për integrim periudhën 2020-2024, kanë qenë krizat më të mëdha edhe të nivelit global, po që reflektoheshin sigurisht edhe këtu në Maqedoninë e Veriut. Ishte kriza e pandemisë, pastaj ishte kriza energjetike, që pati si pasojë krizën e inflacionit që u krijua më njëherë pas saj, dhe kjo ka qenë një krizë të tmerrshme. Edhe ju kujtohet se me çfarë në mënyrë makabre e shpërdori opozita atëhershme këtë krizë, vetëm mungonte që të thonë se edhe virusin, domethënë edhe pandeminë e solli BDI-ja, prandaj kemi këtë krizë. Ato erdhën në pushtet edhe e shpërdorën këtë krizë për të ardhur në pushtet, edhe kështu edhe do ikim prej pushtetit. Se kriza që përshkakton lufta e lindjes mesme nuk do jetë e lehtë. Tani ju e shihni për shembull se bllokimi i grykës Hormuzit, ku kalon rreth 30% të gazit të lëngshëm, transportit të gazit të lëngshëm dhe rreth 20-25% të naftës, atje është bllokuar edhe nuk lëvizet në atë pjesë, jo për shkak pse është si sqarim që nuk është e bllokuar, po shumica e transportuesve ngurojnë që të lëvizin nëpër atë kanal. Edhe kjo ka shkaktuar një rritje të çmimeve të naftës me nivelin 40 deri 45%, edhe të gazit natyror diku rreth 70 deri 80%. Çka ndikon tash në zinxhir tek gjitha produktet tjera? Sigurisht, kur e dim se për shembull pjesa dërmuese e prodhimeve janë të automatizuara edhe varen nga energjia, kjo do shkaktojë edhe një cikël rritjesh të çmimeve në të gjitha sektorët. Cikli është 2-3 mujor që të fillojë të ndihet inflacioni, dhe unë mendoj se periudha fundi majit qershori do jetë më e theksuar, ne do të jemi shumë të lumtur nëse inflacionin këtu në Maqedoninë e Veriut do jetë më pak se 7-8%. Unë dyshoj edhe kam droj se do jetë edhe më i madh. Qeveria me masën që e mori me uljen e TVSH-s është absolutisht e papërfillshme, edhe që nuk ndikon shumë të rritja e çmimeve, dhe pasojën e kësaj krize do ta ndjejnë qytetarët në kurizën e tyre. Se mendon që s'do ketë kapacitet qeverisht ta menaxhojë mirë, të paktën deri tash, si flasi po citoj, nuk po flas bindje personale. Deri tash thonë se gjithçka po menaxhohet mirë. Ju ndoshta njihni më mirë këtë sektor. Po ta shihni ose po edhe nuk ka ndonjë reagim shumë të fuqishëm nga qytetarët për shpreh pakënaqësi. Po cikli i inflacionit do fillojë të ndihet mbas 2-3 muajsh, me fal. Edhe atëherë do jetë shumë e rëndë për qytetarët që të përballohet një inflacion i tillë. Tani po ta shihni edhe rritjen e çmimeve të ne ka qenë në nivelin diku rreth 30 e më lart % të derivateve të naftës edhe të gazit natyror. Të energjia elektrike, ato po bëjnë diçka që do fillojë të ndihet, ka filluar të ndihet te prodhuesit, për shembull të fotovoltaikëve, se tani pasi nuk e meratuan paketën ligjore që të mund të prodhuesit energjisë elektrike nga fotovoltaikët si një resurs i pastër i gjelbër të shesin jashtë vendit, ato janë detyruar të shesin me bursën e Maqedonisë së Veriut, dhe shumica e tyre janë detyruar të japin këtë energji pa pagesë, domethënë në nivelet shumë të ulta, me 0 deri në 10 euro për megavator, dhe kjo do jetë e tmerrshme që të mund të ballafaqohet nga ana e prodhuesve për një kohë më të gjatë, edhe kjo sigurisht që do ketë një ditë një reflektim, do ketë një ditë një shpërthim, sepse është e pamundur që gjithë ato investime me miliona e qindra miliona euro, edhe sot gjithë ato prodhues janë të detyruar që t'ia falin SMS rrymën. Po në këtë mënyrë mundohet që në mënyrë që të jetë artificiale çmimi i energjisë elektrike në nivelet që është sot. Në anën tjetër ato blejnë energji elektrike me qindra miliona euro për balans,
Edhe kjo ndodhen gjatë periudhës, për shembull gjatë natës kur nuk prodhohet energji elektrike prej fotovoltaikëve, edhe bëhet një keshpërdorim masiv me blerjen e kësaj energjie, po këto dhëna sigurisht që do shpalosen në një periudhë shumë të aftë. Si do ta kishit menaxhuar ju si BDI ose si po edhe ju nëse do kishit qenë një ndër funksionarët e një qeverie këtë krizë, qoftë me energjetikën, qoftë me çmimet, edhe kështu me. Po ne e dëshmuam atë periudhën e vitit 2022 kur filloi lufta e Ukrainës, 2023 ka qenë kriza shumë më e madhe dhe shumë më e thellë se sa ajo që është sot. Po ta shihni për shembull çmimet që atëherë ishin në bursat ndërkombëtare, edhe të gazit natyror, po edhe të energjisë elektrike, arritën deri në 800 euro për megavator. Gjitha resurset energjetike u shtrejtuan, po ne e menaxhuam. E para ndodhi që për shembull edhe pas gjitha asaj frike, gjithë pritshmërive që ishin se nuk do ketë restriksionet e energjisë elektrike, ne arritëm ta menaxhojmë si qeveri atëherë. Edhe unë si drejtor kam qenë te operatori i transmisionit të gazit, nuk patëm as edhe një ditë restrikcione, nuk patëm as edhe një ditë mungesë të gazit natyror dhe menaxhuam në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi që qeveria intervenoi me shumë masa, nuk u rrit çmimi i energjisë elektrike ashtu siç ishte proporcionalisht në bursat ndërkombëtare dhe ne dëshmuam se ditëm ta menaxhojmë më së miri. Jo se pyetja është hipotetikisht si do ta kishim menaxhuar. Ne dëshmuam se e menaxhuam shumë më mirë. Ju thash ndoshta mos keni zgjidhje konkrete për të ofruar, ndoshta Po e para duhet të ulen akcizat, e dyta duhet të vëshoja të ishte ulur edhe shumë më ulët se 10%. E treta duhet për shembull që masa e prodhuesve vendor të stimulohet, që mos se ne aktualisht me fajle kemi rreth 3.5 miliard deficitin tregtar me shtetet e jashtme. Do të thënë, jemi një ekonomi e mvarur prej importeve. Në momentin që shtrejtohet gjithçka, edhe si lëndë e parë, po edhe si produkte të gatshme që vijnë prej jashtë, automatikisht e ndikon në inflacionin edhe në çmimet e fundme cilët i tangojnë qytetarët. Dhe ka shumë masa që duhet të merren, ne kemi thënë edhe publikisht, e kemi sqaruar se çfarë duhet të bëjë qeveria, po ato absolutisht nuk janë duke ndërmarrë as edhe një gjë që të ndalet cikli i një inflacioni shumë të lartë që presim se do jetë mbas disa muajsh. Nëse marrim parasysh ato që e thatë ju, domethënë nëse kur e dim që si shtet ose ekonomia e shtetit tonë më shumë varet nga importi, duke parë që nuk kemi resurse të mëdha për cilave ne prodhuese flasim gjithmonë, që prej bujqësi, blegtoria dhe por edhe kapacitete të tjera, a dihet se përveç importit ajo që ndoshta e mban deri diku gjallë ekonominë e vendit janë edhe tatimet, akcizat edhe kështu me radhë. Nëse tash do të uleshin ato, do të kishte buxhet shteti që të mund të mbijetojë. Po, ju po ta shihni për shembull edhe pak të krizë kishte një problem shumë të madh te zbrastira, te gepi që u krijuan në buxhet. Nëse shihni për shembull dy huamarrjet e fundit janë skandaloze. Ato e dëshmojnë se shteti, kondicioni fiskal, kondicioni buxhetor është në një gjendje alarmante. Për shembull, u mor një kredi për rreth 1 miliard euro, u mor një kredi tjetër për rreth 300 milion euro, 40 milion euro, rreth 1.35 miliard euro u morën edhe përsëri buxheti nuk është një kondicion të mirë që të mund të financojë të gjitha daljet buxhetore. Prandaj edhe pak këtë krizë buxheti kishte problem. Po e mira është se ato para qarkullojnë brenda shtetit, domethënë, që mos ta ndinë qytetarët, që mos jetë një impakt që do të prek direkt xhepat e qytetarëve, do prek sigurisht, po mos jetë alarmante dhe mos jetë e papërballueshme në situatë të tillë, që unë mendoj se qeveria nuk po bën as edhe një hap më të vogël, sepse edhe kapacitetet menaxhuese duken se janë në një niveli që nuk mund me sfidat të tilla të ballafaqohen. Nëse ndodh gjithçka kështu siç deklaroni ju, atëherë ndoshta detyrohet vendi të kalojë në zgjedhjet parakohshme. Cili është vlerësimi juaj ose qoftë edhe informacionet, por edhe ajo që e vlerësoni si profesionist i një sektori, por edhe politikan tashme me një përvojë pak më të madhe. Mund të ketë vendi zgjedhjet parakohshme? Kur mund të jenë ato nëse po? Ose nëse jo, pse jo? Zgjedhjet e parakohshme janë të domosdoshme. Jo, po ta shihni për shembull, nuk është vetëm aspekti ekonomik, sa ata po e ndjejnë qytetarët çdo ditë.
është edhe blokada, një blokim total në raportet ndërkombëtare. Ne jemi vendi më i izoluar në Evropë për momentin. Ju e shihni për shembull se në asnjë sektor nuk ka ndonjë zhvillim të rëndësishëm. Asnjë projekt nuk është duke realizuar, duke u nisur, dhe sigurisht që këtë e dinë gjithë. E para, bllokimi i eurointegrimeve është shkaktari kryesor që ne kemi mbet zorgjore jo vetëm e Evropës, por edhe e Ballkanit. Ju e shihni për shembull se nuk paralajmërimet çfarë bëhen, se ne për një ndryshim kushtetues që është krejtësisht trivial për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutën e vendit, po të cënohet, domethënë, e ardhmja e qytetarëve, e ardhmja e fëmijëve tanë. Tani i shihni retorikën çdo ditë në atë mindsetin kolektiv të VMRO-DPMN se ato nuk e kanë ndërmend ta bëjnë këtë. Edhe shtrohet pyetja, në favor të kujt shkon kjo? Ju e dini, ishte para disa javësh edhe zyrtare, për shembull, kur ministri i punëve të jashtme rus deklaroi se ne jemi të gatshëm që me amerikanët të ulemi të flasim edhe për Ballkanin. Ju e dini, është botërisht e njohur, se çfarë investimesh ka bërë Federata Ruse në Evropë që të shtrinë ndikimin e saj, sidomos në disa vende të Bashkimit Evropian, në Hungari, në Slovaki, po gjithandej ku munden, ka indikacione shumë të fuqishme se edhe Brexitin e kanë sponsorizuar ata. Ka indikacione shumë të fuqishme se edhe vende tjera të rajonit janë në ndikim shumë të lartë të interesave ruse, për shembull edhe Bullgaria. Edhe në Bullgari, rusët kanë një ndikim të tmerrshëm. Edhe interesi i tyre, kjo e kanë thënë publikisht, shifni, po negociohet antarësimi i Ukrainës në Bashkimin Evropian. Po negociohet. Ato do me thënë, duhet t'japin një pëlqim, se nuk ju konvenon. Rusëve, kinezëve, forcave të lindjes, nuk ju konvenon një Bashkim Evropian i fuqishëm. Prandaj ato bëjnë çmos. Sa Bashkimi Evropian ka qenë i vetëdijshëm për këtë fakt. E dim që ka qenë, po dhe sa ka punuar që të mund të ndërtohet, sepse e dim që ndoshta dhe ato ndonjëherë nuk kanë ditë lëshojnë pe aty ku duhet që të mund t'i forcojnë pozitat e tyre në Ballkan. Jo. Me Shqipërinë, dhe këtu nuk flasim vetëm për vendin tonë, pra për Maqedoninë ku ndodhemi, po edhe me Kosovën, edhe me Shqipërinë, edhe me Malinezinë, me Bosnjën e kështu me radhë. Absolutisht. Sta shim tem pak edhe politikë jashtme, po nuk mund të fajsohet Bashkimi Evropian për pengesat që ne i krijojmë vetvetes. Konkretisht, fillimi i negociatave, i hapjes kapitujve, se zyrtarisht kanë filluar negociatat, i hapjes kapitujve është kushtzuar me ndryshimet kushtetuese. Dhe është një ndryshim shumë i thjeshtë që absolutisht shtetin nuk e pengon për asnjë gjë. Edhe ato e kanë pranuar, edhe VMRO-DPMN-ja e tha para do vitesh se po jemi të gatshëm që të pranojmë bullgarët të bëhen pjesë e qeverisë, vetëm BDI-ja mos jetë në atë qeveri dhe ne atë ditë tham po. Ndryshimet e kushtetuesës fal. Edhe ne atë ditë, ditën e njëjtë tham po. Ne pranojmë për të mirën e qytetarëve, që të largohemi nga kjo qeveri, vetëm të bëhen këto ndryshime kushtetuese, edhe të filloj hapje e kapitujve. Po duket se sot ajo nuk është temë, nuk është në agjendën e qeverisë. Integrimi në Bashkimin Evropian. Ju e pat edhe kryeministri çfarë tha, a këto të vlenit as që i pyet njeri. Tani këto nuk kanë kuptim elementar për atë punë. Shihni për shembull para do ditësh ai shefi i vlenit, se tash nuk është puna se kush do jetë kryetari, si e quajnë ai Hoxha Adnan Azizi. Thot kemi hap më shumë kapituj se Shqipëria. Se tash i thoni shefi i vlenit, se zakonisht po e shoh se gjithë opozita po e sulmon zotin Azizi. Po ndëja, ai është një karikaturë politike që për fat të keq tipat e tillë kanë ardhur vendosin për gjëra të rëndësishme për shtetin. Edhe e shihni, sa ai nuk ka kuptim, nuk i ka dy lidhje me atë punë. Deklaron publikisht me një emision ma dërgoi një mik para do ditësh ka qenë, thot Maqedonia ka hap më shumë kapituj se Shqipëria. Këta njerëz, domethënë, dy lidhje nuk i kanë me atë punë, as që merret njeri, as që i pyet dikush, as që kanë ndonjë ndikim te ai proces. Është procesi më i rëndësishëm që e determinon të ardhmen e shqiptarëve edhe të gjithë qytetarëve të vendit. Prandaj, zgjedhjet janë një imperativ, zgjedhjet janë një domosdoshmëri që kjo klasë politike të shkojë një ditë më parë, sepse këto janë duke e dëmtuar vendin në çdo aspekt, po specifikisht interesin shqiptar janë duke e kthyer shumë brapa.
në shumë fusha, në shumë segmente, ne do të kishim qenë shumë të lumtur që nëse vleni do e linte statusin e shqiptarëve aty ku e lam ne. Nuk kërkon njeri që ato të avancojnë ndonjë drejt, që të zgjidhin ndonjë problem, siç është problemi i studentëve të jurisprudencës apo. Mjafton që ta kishin lënë aty ku e lam ne. Po ato po i kthejnë mbrapa. Në shumë sfera është kthyer si para vitit para luftës, para vitit 2001, për fat keq. Në cilat sfera Edhe më kjo- është kthyer? Domethënë, përveç asaj që folet publikisht, do thotë që edhe shumë sende po funksionojnë. Tash nuk e di kur e thoni këtë sa e thoni me garancë, Po ja. ose me argument. Po ti shifni për shembull shtyllat e marrëveshjes sorit, është domethënë përfaqësimi i drejtë, është integrimi i shqiptarëve nëpër institucione, është përdorimi i gjuhës shqipe, edhe demokracia konsenzuale. Domethënë që vendimet e rëndësishme të merren me konsenzus. Këto tre shtylla po rënohen në themelet e veta. Shifni për shembull çfarë ndodhi me balansuesin. E hoqën që të mund vëmëroje ta mbush administratën me ato militantët partijak. Shifni çfarë ndodhen me përdorimin e gjuhës shqipe. Po zhbëhet çdo ditë. Se nuk është problemi i vetëm ai jurisprudencës. Ai është një problem ndoshta që është trashëguar, po jo se pret dikush ta zgjidh kjo qeveri atë. Po spaku ato që u zgjodhen mos të prishën. Se ka shumë të tilla që po zhbëhen çdo ditë. Pa jemi dëshmitar, tani mos t'i numëroj çdo ditë secilin prej atyre. Po kjo nuk është problemi më esencial. Problemi më esencial në këtë shtet është se për momentin po shtrin një ndikim të jashtëzakonshëm bota serbe. Ne kemi alarmuar shumë më herët këtë punë, edhe merreshi si politik ditore, derisa edhe Parlamenti Evropian e solli një rezolutë e meratoi ku alarmon për ndikimin e botës serbe që kanë politikën e Maqedonisë edhe në çdo sferë të jetës këtu. Ato Si nuk shohim vinë këtu. partitë politike maqedonase të dyja, domethënë edhe VMRO dhe LSDM-ja akuzojnë njëra tjetrën se janë më afër me Vučićin ose me qeverinë serbe. Nga ana tjetër, edhe të shqiptarët ndodh kjo, apo po japim krejt rrugën botës serbe që të hyjë këtu. Po kjo qeveri jo që nuk e ndal atë, po i ndihmon. Po ta shihni, po i ndihmon. Ato e kanë venduar një zëvendës kryeministër, një serb nacionalist edhe atë, është zëvendës kryeministër te Ministria për Sistem Politik që e ka edhe obligim implementimin e marrëveshjes sore. Kjo është një indikacion që prej fillimi ato ne bën me dije se ku shkon ky shtet. Një zëvendës kryeministër që shkon takohet me Putinin, që është një putinist i hapur, që është një nacionalist, një ultranacionalist, që e bie në atë kriminalin serb të Bosnjës mund mes Shkupit edhe ta kritikojë NATO. Kjo fjalë është e tmerrshme. Kjo nuk ka mund të ndodhë kur BDI ka qenë në pushtet, edhe nuk do ndodhë asnjëherë kur BDI do jetë në pushtet. Po këto të vlenit as që kanë fuqi të ndalin Nëse ka qenë pjesë e pushtetit Stojkovićin si deputet si në kohën e BDI-s, po nuk flasim për funksione formale. Flasim për fuqi politike, për vendimmarrje. Ai është ndër njerëzit më të pushtetshëm sot në qeveri. Sot do me thënë një pjesë të Putinit e ke në qeveri, me fajl. Dhe kjo është skandaloze, kjo është e frikshme se çfarë po ndodh me Maqedoninë e Veriut. Kjo duhet na tmerroj të gjithëve. Sepse ata njerëz nuk vinë këtu që t'i avancojnë drejtat e shqiptarëve. Ata njerëz vinë këtu që ta zhbëjnë interesin shqiptar. Edhe po ndodh çdo ditë nga pak. Edhe kjo nuk do jetë vetëm dëm shqiptarëve, do jetë edhe dëm të shtetit në përgjithësi. Se çdo rritje tensioni në shtet i dëmton më shumë maqedonasit bile se sa shqiptarë. Se ne jemi për shembull një pjesë e vogël e kombit shqiptar këtu. Interesi i tyre do të cënohet shumë më shumë se sa i joni, se do ndodhet disa vjet, po ne nuk do e lejojmë që ndodhe edhe shumë gjatë, se do vinë një ditë kur edhe vetë qytetarët do thonë se stop, nuk mund vazhdohet kështu. Se ishim te çështja e zgjedhjeve, që të kalojmë te pika tjetër, se prej aty e nisëm edhe dolëm pak, e zgjeruam pak më shumë që s'ka asgjë të keqe. Atëherë, pritet që të kemi zgjedhje të parakohshme apo jo? Që ta përmbylli çështjet të vazhdojmë me çështje tjera. Se koha po na ecë shpejt, më shumë se çfarë parashikojmë. Unë besoj se po, bile do ishte shumë mirë që zgjedhjet të jenë në vjesht, ne jemi të përgatitur për to zgjedhje, të jenë në tetorin e ardhshëm. Po duket se puna e krizës energjetike, puna e krizës së çmimeve, inflacionin që do krijohet, do ndikojë
në vendimmarrje nga ana e eksponentëve politik në qeveri që janë sot, edhe pritshmëritë e mia janë që ose në tetor ose në prillin e ardhshëm të kemi zgjedhje. Rreth asaj që dua të pyes një pyetje pak më direkt se çfarë po ndodh në BDI. Kohën e fundit, pastaj do shkojmë edhe me dhe i lidhim me gjithë subjektet politike shqiptare. Kohën e fundit po promovonin pak për rrjetet sociale vazhdimisht struktura. Dhe kur jemi në të zgjedhjet, a jeni të gatshëm si BDI? A keni më strukturat e shëndoshura siç i kishit para 5 vjet, 7 vjet, para 8 vite për dalë në zgjedhje, duke e marrë parasysh edhe anketën që vlen ishte po flas si BDI para BDI-s, jo si koalicion me AKI në atë kohë. Dhe jo që jemi të gatshëm edhe komparacionin e bët para 5 viteve, jemi shumë më të fuqishëm se para 5 vite. Sepse e para njerë qytetarët po e shohin problemin që ndodh. Gjithandej nga lëvizim duket se shpresa e vetme shqiptarëve jemi ne. A ka bë BDI gabime? Sigurisht që shumë. Sigurisht që shumë punë nuk janë kryer si duhet, janë bërë edhe shumë gabime se njerëz janë gjithë. Nuk mund kontrollohet një struktura që madhe njerëzish që janë nëpër institucione, janë bërë edhe shumë gabime, po gabimet që ndodhin sot ne nuk i kemi bërë. Edhe shqiptarët shpresën e kanë te ne. Prandaj BDI është duke u strukturuar edhe është e gatshme në çdo moment që ne ballafaqohemi me oponentët tonë politik, sepse e vetmja shpresë, e vetmja strukturë organizuar është Bashkimi Demokratik për Integrim. Punën e anketave përmendet as që ka lidhje. Ne gjitha anketat që janë bërë në këtë periudhë. Mbi 1% nëse s'gabojmë saktë, nëse s'm kujtohet. Ne jemi dy fish më shumë se vleni. Kjo dëshmojnë e zgjedhjet, ani pse u humbën disa komuna të mëdha, se ajo ishte një inxhiniering i fuqishëm, domethënë, i nisur prej Hungarie me ato 600 milion eurot e famshme që erdhin për t'i blejtë zgjedhjet, edhe gjitha ndikimet tjera që do vej koha edhe do sqarohen shumë mirë, po prap kishim rreth 24.000 vota më shumë se sa vleni. Kjo diferencë do thellohet, do rritet edhe do e shihni se në zgjedhjet e ardhshme Bashkimi Demokratik për Integrim do jetë fuqia e pakontestueshme, reprezenti i pakontestueshëm të shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Puna e anketave tani është vetëm për t'ia bërë qefin, për kalkulime personale që ky bën, ky s'bën, ky është më i votuar se ky tjetri, më i pëlqyer e kështu me radhë. Ai nuk ka lidhje, është një propagandë e thjeshtë që ne kemi mësuar shumë kohë se VMRO DPMNE e bën për të krijuar opinion publik edhe te pjesa maqedonase, po edhe ajo shqiptare. E di pse u pjesë, domethënë, okay, ato që promovoni vazhdimisht figura edhe ka, ndukje ka figura kuadra 3, të paktën me moshë, edhe pse mund të kenë qenë më herët aktiv në publik si përfaqësues të BDI-s edhe kështu me radhë. Mirë po, ajo që vërehet, tash po e transmetojnë 20 më shumë qytetarëve këtu edhe me sinqeritetin më të madh. Edhe qytetarët nuk e shohin për momentin BDI-n si opozitë tepër të fuqishme që të mund pastaj edhe ti besojnë që nesër do të jetë një fituese e zgjedhjeve. A bën BDI atë sa duhet për si opozitë për të kritikuar gjitha politikat? A di pse? Se zakonisht tash po e bëjmë pak edhe si diskutim. Zakonisht pritet që të ndodhe ndonjë deklaratë e gabuar, jo mirë artikuluar prej kujt do qoftë në pushtet, edhe aty të kapet, të shfrytëzohet ajo për sulm ose për të bërë opozitarizëm. A mendon se bëni mjaftueshëm me opozitën? Jo, nuk mendoj se bëjmë mjaftueshëm, po kjo dinamik do vijë duke u rritur. Sigurisht që strukturat e reja ju keni pasë, kemi bërë reforma më të madhe që mund ta bëjnë ndonjë subjekt politik. Mbi 80% e organeve drejtuese të Bashkimit Demokratik për Integrim janë ndryshuar. Edhe mund edhe të keni drejt, po kjo dinamik nuk do jetë e njëjtë në periudhën e ardhshme dhe BDI do jetë shumë më aktive, sepse është mirë edhe një periudhë t'i lihet vetë elektoratit që të bëjë vlerësim, sepse gjithçka po politizohet, domethënë po humben ato ekuilibrat e nevojshëm politik që kanë qenë të kaluarën, sidomos në raportet e VMRO DPMNE-s për ndikimin të shqiptarët, po ne e rëndësishme është që ta lëmë një periudhë që vetë votuesit ta vlerësojnë, ndoshta keni drejt pse nuk jemi shumë aktiv, po kjo dinamik nuk do jetë e njëjtë në të ardhmen. A mendoni se do të mendon se do ta mbani këtë bindje kur nëse eventualisht përfundon siç duhet procesi i themelimit të vlenit në një parti, edhe pse veç më janë shpallë, janë zgjedhur 2 bashkëkryetarët, sekretari dhe po bëhen strukturat njëjtë siç po i strukturoni aty në njëjtën kohë. Mendoni se të mund t'i bani vallë vlenit nga një qeveri duke marrë parasysh që janë edhe në pushtet qendror, edhe në pushtet lokal, edhe kështu me radhë?
Ndëgjoj, më fal. Vleni po flas tani si qytetar. Ai mos t'i zëm se si oponent politik. Vleni nuk është një strukturë e organizuar politike. Vleni është e themeluar prej VMRO-DPMN-s për të qenë instrumenti që ta kthej Maqedoninë te Maqedona si ashtu siç e kishin edhe sloganin e zgjedhjeve. Vleni nuk është një strukturë me bindje politike, nuk është një strukturë me vizion, nuk është një strukturë me një kauz politike. Vleni e mban kështu vetëm pushteti. Në moment që ato s'do kenë pushtet, ajo është një strukturë krejtësisht që do shpërbëhet për një periudhë shumë të shkurtër. E para, shifni, për shembull, se nuk mund të zgjedhen një kryetar. A keni ndëgjuar dikund në rajon ose në Evropë që një parti politike të ketë 2 kryetarë? Ma thoni shembuj tash jo, kujtohet ma saktë thoni një një parti vetëm. evropiane. Jo, s'është. E dyta, ato edhe emër nuk kanë. Para mendoni tash, ishin LEN, Lëvizje Evropiane për Ndryshim. Apo. Pastaj vendohen V, kinse edhe vetvendosja po kyçet në ata. Edhe ju doli rastësisht një emër Vlen. Edhe atë përdorin sot, për shembull, tani sinqerisht nuk e di, domethënë, bëj një pyetje publike. Kjo Vlena është shkurtesë apo është një fjalë shqipe që domethënë diçka që ka vlerë ose domethënë edhe emër nuk mund t'i vendojnë partisë. Është një shkurtesë që doli rastësisht. Mos flasim për kauz, mos flasim për kuadro. Shifni strukturën e njerëzve që janë brenda, kjo është e tmerrshme. Është struktura ma primitive politike, edhe pse nuk duhet ta përgjithësoj, se jemi sinqert, nuk mund ta përgjithësoj se kam edhe miq që janë brenda strukturave të Vlenit, që ka edhe njerëz ndershëm, padyshim që ka edhe njerëz të mirë. Po bërthama, brumi i asaj mase politike është primitive. Këto njerëz janë gënjeshtarët më të mëdhej që ka pas skena politike e Maqedonisë së Veriut. Shifni për shembull, pse i quajnë, pse i etiketoni? Me çfarë argumenti? Ndëgjoj. Ja, domethënë që mos po nisim prej këtyre argumente, jo vetëm me etiketën. Ndëgjoj. Ja, po nisim prej këtyre ndodhive të fundit, këtyre ditëve. E pam dje par dje del për shembull kryetari i Tetovës, se ky Hoxha që e përmendëm pak më para, thonë e kanë nis komunën e Tetovës rrugën e Prizrenit. Kjo është çmenduri. Me sa realizova lajmin, nëse më ka ik diçka, do të korrigjoni, ishte që janë ndarë mbi 2 milion denar. Ndëgjoj. 2 ose 200 milion, mos më thonë denar mjete, po që është nis. Jo, ndëgjoj. Thjesht kuptoj sa më. Po, ta kuptoj. Domethënë rruga regionale që lidh Tetovën me Prizrenin është rrugë me karakter nacional, që i takon Agjencionit Rrugëve. Asnjë lidhje komuna me këtë punë nuk ka. Kjo rrugë, marrëveshja se për së herë ndodhi me 12 janar që të nënshkruhet një marrëveshje midis 2 shteteve, se nuk mund ta ndërtojsh vetëm ti, patjetër të 2 shtetet që ndodhin. Edhe Kosova mendoj që është gati, ka fundi. Tani u bë studimi i fizibilitetit, u bë projekti ideor, u nënshkruajt marrëveshje me 12 janar 2023, edhe u nda buxhet që të bëhet përpilimi i projektit urbanistik edhe projektit infrastrukturor që të nis edhe procedurat e tenderimit. Gjithçka është në ingerencat të Agjencionit Rrugëve. Tani këto thonë ka nis komuna të ndërtojë. Tani dy variante ka, dy mundësi. Absolutisht jo. Të ndaje mjete siç absolutisht u dha lajmi. A ka nda komuna e Kërshove mjete për korridorin 8, për shembull, ose komuna e Strugës ose. Është një projekt që i takon Agjencionit Rrugëve, nuk ka asnjë lidhje me komunën. Tani këto ose nuk e dinë këtë, që do ishte skandaloze, që mbas 4 sa vjet që janë komunë, nuk e kanë mësuar edhe ingerencat që ka komuna. Nuk e din ingerencat e komunës ose të pushtetit qendror. Ose, si nuk besoj se të jenë aq të paditshëm, aq analfabet, nuk besoj, nuk ma merr mendja. E dyta, i bie që ato bëjnë propagandë edhe gënjeshtrat pa skrupulta për t'i gënjur njerëzit. Prandaj thom janë njerëzit më gënjeshtar që ka pas skena politike e Maqedonisë së Veriut. Shifni për korridorin 8, për shembull. Shifni se çfarë ndodh. Del Adnan Azizi fol për korridorin 8, 2 lidhje nuk i ka më atë punë. As që 1 minutë jetës tij nuk e ka humb që t'i ndihmojë asaj punë. Propagandon pa lidhje, gënjen pa lidhje. Kjo është e tmerrshme, kjo skandaloze. Kriminalitet sa është trajtuar si struktura ma analfabeti që i ka ndodhur
skenës politike. Po i bënin kur i bënin ndaj Vlenit, i bënin vetëm për strukturat në Tetov. Jo, tani thash nuk e përgjithsoj. Nuk i përgjithsoj se nuk është mirë se ka edhe njerëz ndershëm, kuptohet. Shifni punën e korridorit 8. Shifni punën e rrugës së Shkup-Blac. Ju kujtohet, ja, bëjmë një retrospektiv të asaj si ka ndodhur deri sot, çfarë ka ndodhur deri sot. Kur ne e nënshkruajtëm marrëveshjen me Bektellankën, ka qenë me 8 mars 2023, ju kujtohet retorika e VMRO-DPMN-s se çfarë thoshin për këtë projekt. Se është korridori që i për Shqipërinë e madhe, që i lidh shqiptarët, korridori NATO-s që do i dëmtoj interesat kombëtare, ne do ta prishim atë marrëveshje ditën e parë që do vim në qeveri, edhe bëjnë gjithçka që mos të realizohet ai projekt. Për shembull, marrëveshja me Bektellankën nuk është vetëm për ndërtim, është edhe për projektim, edhe për mbikëqyrje, mendoj mbikëqyrje s'ka Edhe tjerë. Jo, edhe jashtë është kontratë tjetër, po sigurisht që ato e kanë gjithë punën të realizojnë, edhe ekspropriimin, edhe projektimin, edhe pajisin me lejet e nevojshme të ndërtimit, të lejet ambientale kështu me radhë. Këto e kemi ditë gjithë se kësaj qeverie nuk do ja mbaj që të mund ta prishët kontratë. Po ato mundohen që të gjejnë çdo arsyetim, edhe pengesën më të vogël që ta sabotojnë. Edhe ndodhi ajo që e pam gjithë se kryeministri vetë dul tha se ka problem të madh. Problemi i atij aksit prej në Strugë deri në Qafan është trivial, se nuk është definuar trase që të mund të thuash se është në kundërshtim me standardet që UNESCO, me mbrojtjen e UNESCO-s. Ka 1 milion variante që të mund të ajo rrugë të ndërtohet. Edhe dalin këta të Vlenit, edhe e akuzojnë BDI-n se nuk e ka bërë atëherë. Projekti final nuk ka qenë prej atëherë. Projekti final ka qenë obligimi i Bektellit që ta realizojë. Edhe projektimin, edhe ndërtimin, edhe ekspropriimin, edhe gjithçka tjetër. Nuk mund absolutisht të fajsohet BDI-ja pse nuk ka zgjidhur, se nuk ka mund zgjidhet atë. Asnjë aks nuk është definuar prej atëherë. Po ku është tmerri më i madh me fajl, që duhet të na tmerroj të gjithëve, edhe mu, edhe ty, edhe të gjithë tjerët. Dalin eksponent të fuqishëm Beograd, që thonë se ja kemi arrit qëllimit që t'i sabotojmë projektin e korridorit 8 edhe lidhjen me Kosovën. E keni pa me siguri se ka qenë një vërshim lajmesh në mediumet, se këtu kanë kontroll absolut mbi mediumet rajonale. Se dalin lavdrohen ministra sërb se po e sabotojmë korridorin 8 edhe do e ndërtojmë korridorin 9. Mendon që ato nuk e bëjnë ata për politika ditore në Serbi dhe duhet të ketë bazë aty. Paktën kur mendoj nuk i mohojmë ato që i kanë thënë ato se krekosit e aty në Beograd, po mendon që mund të kenë me vërtet ndikim të madh këto. Kur flasim sidomos për korridorin 8 që është. Po tash hipotetikisht edhe mund të themi se është për. Po kur e shohim se në terren ky projekt po sabotohet, po shifet gjendet edhe një shkak më i vogël që mos ndërtohet, kjo lind një dyshim shumë të madh se ka një prapavej politike, që ka një prapavej geostrategjike që mos ndërtohet. Tani e shifni për shembull edhe punën e rrugës Shkup-Blac, që po mundohen t'ia ulin standardin që mos të bëhet autostradë, po të bëhet një rrugë rajonale. Kjo është e tmerrshme. Ju kujtohet se çfarë nuk thanë për ne në atë periudhë, çfarë kritikash kemi pas pse nuk realizohet. Ne arritëm ta realizojmë nise. Pakës ta mbyllim më shpejt se i kalon minutazhet ka më 2-3 çështje. Nëse nuk u zgjedh në atë periudhën kur nisi ndërtimi, që kuptohet që kërkon një kohë. 2 vjet çfarë bëhet tash? Pse nuk realizohet e rrugë? Po për shembull, 300 milion euro është dash nivel vjetor të ndarë në buxhet. Ministri transportit ishin se gjëja do të ndryshohet traseja, mos shkohet aty ku janë bler prona nga ish eksponent. Ama ajo është pa lidhje, s'ka lidhje me realitetin. Shifet për shembull është dinamika buxhetore, është caktuar që të jetë rreth dikun 300 milion euro për korridorin 8. Vetëm 40 milion ka si vjet. Kjo tregon se ato lajmet që dalin për Beogradin nuk janë të rastësishme. Edhe mund të kenë një impakt, edhe neve duhet na tmerroj të gjithëve
Se A çfarë mendon ndodh? se Maqedoni nëse korridori 8 dua këtu të përgjigjesh shumë shkurt që Po. edhe dy çështje tjera ti trajtojmë Okej. se shumë shpejt na eci biseda, domethënë koha për çudi, po vjen mirë që ecë biseda mirë. Shkurt, a mendon që ka kapacitet Maqedonia të kundërvjet partnerit ose umbrellës së saj mbrojtëse NATO-s dhe të mund ta devijojë edhe ta ndalë korridorin 8? Pa i projekt nuk ndërtohet prej NATO-s. Je, e kuptoj mirë, po është kusht i NATO-s. Edhe është kërkesë e NATO-s. Po mbasi ne një interes shumë më të madh po e Flasim zvaritim. për Maqedoninë, nuk flasim Jo, për jo. shtetë si Amerika, si Ja, më thjesht. Puna e korridorit 8 është shumë më e vogël në krahasim me integrimin në Bashkimin Evropian. Edhe ato nuk mund të përzihen politikat e brendshme, edhe pse e kanë definuar se është një projekt strategjik i NATO-s. Po sigurisht që duhet ta ndërtojnë vetë. Edhe shteti kur nuk do të ndërtojë vetë, ato nuk mund të bëjnë makinerinë e tyre që ta ndërtojnë apo ta financojnë. Megjithatë, Sigurisht. nëse ato vendojnë sikur që duhet bëhet patjetër, ka pasja për Po Maqedoninë. ka patë edhe kushte shumë më të rënda që ne nuk i kemi bënë të kalumen edhe e dim se si kanë përfunduar. Dua 2-3 pyetje blic se them, na iku shumë shpejt koha dhe më vjen keq tash të gjithë si nuk do i bëjmë, po shkurt. Kur folet për sa besonin në forcimin edhe në fakt strukturimin e fuqishëm të Vlenit, për atë që ndodh në BDI edhe kështu me radhë, mirë, po pam disa lëvizje interesante periudhën e fundit dhe dua një përgjigje pak më direkte, jo që kolegët tuaj, bashkëpunëtorët këtu nuk i kanë trajtuar në për emisione tjera, por shpresoj që të marr një përgjigje pak më konkrete dhe më të fuqishme. A ka komunikime tash për momentin në BDI mes zotit Limani dhe zotit Ahmeti, pas asaj fotografisë në Tiranë, a pritet që të ketë a është i kapshëm ose i pranueshëm zoti Limani të kthehet në BDI edhe kështu me radhë? Jo, nuk e di, sinqerisht nuk e di, po komunikim sigurisht që ka edhe me struktura tjera, nivele parlamentare, nivele tjera, është shumë e natyrshme që të ketë komunikime të tilla, po nuk besoj se do mund të ndodhë për shembull një aderimi zotit Limani, ajo është punë e brendshme e Vlenit që neve as që duhet na interesoj, as që duhet na tangoj. Po është e gatshëm BDI që të ketë një bashkëpunim ose një Nuk besoj sepse nuk është e natyrshme. Po, e din çfarë më fal, flasim prej kandit qytetarit. Vleni mund të ekzistojë vetëm të rujt kështu status quo, mos ta Jo, dinë. unë flas tash për BDI-n, sa është e kapshme, për shembull, nuk është vetëm puna e zotit Limani. Jo, e Puna e pata zotit Limani fjalën- ishte ndoshta pak një goditje më e madhe për Vlen, se kishte shumë spekulime dhe biseda. Dhe tash ndodhin një diçka kështu në opinion, domethënë fotografia që për mendimin tim ndoshta nuk ishte shumë e rastishme. E pata fjalën se tjetra, ajo pastaj është zoti Fetaj, e të tjerë. Sa ka hapësirë për bashkëpunim? pikërisht aty e me pata ato. fjalën se ato përderisa nuk i kanë strukturuar partinë, le të themi, mund edhe të ekzistojnë kështu. Momentin që do nisin njerëzit ta shohin se për shembull nuk e gjejnë veten aty, do e shihnin çfarë shpërthimi do ketë andej. Se ajo ka qenë një periudhë me një status quo ku gjithë kanë shpresuar se do jenë organet partijake, do jenë atje, do jenë këtu. Shifni tash kur do ndodhe puna e strukturimit se çfarë do ketë brenda tyre. Kjo neve nuk duhet edhe të na interesoj, asgjë edhe na intereson, po thash prej prizmit qytetarit, po ta shohësh prej këndvështrimit tim, unë pres që aty do ketë një shpërthim edhe më të fuqishëm edhe shumë njerëz tjerë, jo vetëm zoti Limani që besoj se nuk do jetë pjesë e strukturave të Vlenit, se nuk e duan brenda. Po është punë e tyre, le ta menaxhojnë ashtu si dinë ato. Dhe në qoftë se do të jenë zgjedhjet e parakohshme parlamentare ose zgjedhjet e rregullta, kur do që të jenë ato, nëse rezultati del që përsëri VMRO-ja të jetë fituese, po supozojmë, ta shkojmë me supozim, nuk ju besojmë, po thoni, anketave që u publikuan dhe del BDI fituese. Do të koaliciononi me VMRO-n dhe a mendon se do të mund t'i menaxhoni punët më mirë? Ose pse mendon se do t'i menaxhoni punët më mirë se Vleni në qeveri? Ndëgjo, më mirë është shumë e thjeshtë përgjigja se ne kemi njerëz shumë ataft, kemi kuadro profesionale me përvojë shumë gjatë, kuadro të ri, brenda Vlenit nuk është kjo. Brenda Vlenit është një strukturë që është krijuar nga shërbimet, le të themi, nga VMRO-ja, nga shërbimet e huaja, që ta dëmtojnë indin shqiptar në Maqedoni. Brenda BDI-s është struktura më profesionale, më e përgatitur që mund të menaxhojë. Edhe ne asnjëherë nuk kemi venduar linja të kuqe për punën e koalicioneve. Ne jemi munduar gjithmonë ta kemi mbështetjen edhe legitimitetin e popullit. Në atë moment që ne kemi legitimitetin e popullit, ne kemi venduar edhe kushtet për pjesëmarrjen në qeveri. Ju kujtohet për shembull se edhe Vleni pat një kusht të tillë se po nuk u ndryshoi kushtetuta, nënshkruajtën bile. Patën një dokument nënshkruajtëm se po që se nuk
bëhet ndryshimi kushtetues ku bullgarët do përfshihen kushtetu, do largohen nga qeveria. I vetmi që doli ishte zoti Taravari, se e ndjeu një përgjegjësi të tillë. Të tjerët në shkrytën krejt, edhe asnjëri prej tyre sot nuk e përmend atë se e patën kusht. Ne sigurisht që nuk mund bëhemi pjesë e një qeverie që shqiptarët i shef vetëm si taksambledhës edhe si të huaj. Shifne, për shembull, retorikën nacionaliste që ekziston sot në para të qarqet e mediumeve maqedonase, shqiptarët tu i trajtojnë si emigrantët në Gjermani, si emigrantët nuk mund ta lejojmë që për shembull të jetë një qeveri monoetnike, se sot është monoetnike, pavarësisht se ke disa figura shqiptare. Ne kemi definuar shumë moti se nuk mund të bëjmë një koalicion me një parti e cila e vën dyshim marrëveshjen e Ohrit, që e vën dyshim marrëveshjen e Prespës, që e vën dyshim marrëveshjen e fqinjësisë mirë me Bullgarinë, që nuk e ka sensin e konsenzualitetit edhe të bashkëqeverisë, se sot nuk kemi një bashkëqeverisje. Sot kemi një VMRO që 99% vendimeve i merr, edhe kemi një vlen që i zbaton ato vendime dhe aq. Edhe kjo situatë mund edhe të shkojë edhe për një periudhë shumë të shkurtë, por nuk mund të jetë më gjatë, se kjo do jetë një skandal në vete nëse ne do i lejojmë që për shembull pesha politike e shqiptarëve të jetë e papërfillshme, shqiptarët në qeveri të jenë të nënshtruar siç ndodh sot, se edhe qytetarët nuk do na e lejojnë këtë. Zotë Rezhepi, unë të falenderoj shumë për kohën. E di ndoshta nëse mendon që në një çështje që ju e keni shumë rëndësi nuk e trajtuam, mund ta cekim në 1 minutë 2, po i kaluam gjitha gjitha të kohë që e kishim parashikuar. Besoj se do kemi edhe raste tjera, edhe unë ju falenderoj për ftesën. Me kënaqësinë më të madhe. Kënaqësia është edhe jonë dhe shpresoj që do të jeni jo vetëm ju, po edhe bashkë partjakët tjerë tuaj ku do të flasim këto gjëra dhe jo vetëm në këtë format të intervistave, por edhe në debate me mysafirë tjerë që cilët kanë ndoshta edhe bindje dhe mendime të ndryshme. Faleminderit edhe një herë. Sigurisht, falenderit edhe juve për ftesën. Ndërsa ju e miq të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët deri në fund dhe bashkë shihemi javën e ardhshme në intervistën e radhës këtu në podium në Ora 24.tv dhe në almakos.com.